Data 28 nëntor ka dhe një domethënie tjetër për popullin shqiptar. Me 28 nëntor të vitit 1955 lindi komandanti Adem Jashari. Në Prekaz, atje ku filloi rruga drejt lirisë së Kosovës, sot qëndron kompleksi memorial Adem Jashari, një vend që ruan historinë e një familje që sakrifikoi gjithçka për atë dhënë. Në muzeun e kompleksit ruhen gjërat personale të familjes ku vizitorët nga afër mund të shohin fotografi në hyrje me të gjithë anëtarët e familjes Jashari, arma personale komandantit Adem Jashari, arma artizanale punuar nga Hamzi Jashari, motori Adem Jasharit, orendi nga anvisria të përdorura nga familja Jashari, vegla të ndryshme të punës, zinxhiri i arit i bartur nga Bahtie Jashari, si dhe lodra me të cilën ka luajtur Blerim Jashari, rroba të ndryshme të familjes, fotografi nga terrori shtetëror serb i ushtruar ndaj familjes Jashari në vitin 1998, kutia e duhanit dhe cigarishtja e Qerim Jasharit, 4 plumbat e gjetur në xhepat e rrobave të trupave të vrarë të vëllezërve Shahin dhe Ukshin Jashari, të rënë gjatë luftimeve të Marsit në Prekaz, disa nga gzhojat e kalibrave të ndryshme të forcave serbe të përdorura kundër familjes Jashari, saja e fëmijëve, artikujt e gazetave të asaj kohe në lidhje me luftimet dhe historinë e familjes Jashari, pjesë nga magjja e tyre dhe çajniku i përdorur për mysafirët e tyre në odën e Shaban Jasharit.